Flamur Noka është një nga figurat kyçe në Partinë Demokratike. Ai është krau i djathtë i Berishës dhe i ka qëndruar pranë në momentet më kritike të doktorit. Ajo që bie në sy është fakti që deputeti demokrat nuk e njeh frikën. Ai shpesh është vënë në vit të parë të protestave dhe ka ngritur zërin sa herë që ka parë padrejtësi. Por ajo që ka më shumë interes është jeta private e deputetit demokrat. Noka ka mbaruar studimet për mjekësi dhe pasi punoi disa vite si mjek, e braktisi profesionin për të bërë pjesë e politikës. Ai ka një apartament 200 metra katror në një nga zonat më të lakmuara të kryeqytetit, siç është ajo e liçenit, ndërsa makina e tij ka vlerën 50.000 euro. Deputeti demokrat është babai i 2 fëmijëve, i një djali dhe një vajze, të cilët vazhdojnë studimet e larta dhe që në ndryshim nga babai i tyre nuk kanë preferuar të jenë pjesë e politikës. Ndërsa bashkëshortja e deputetit demokrat punon si pedagoge në Fakultetin e Shkencave. Studentët shprehen se Eva është një nga pedagoget më të mira në fakultet, pasi përpos përgatitjes është e gatshme për të ofruar ndihmë sa herë që studentët mund të kenë nevojë për të. Ndryshe nga bashkëshorti i saj, Eva është e qetë dhe e shtruar, ajo të imponon respekt. Edhe pse Flamuri ka zgjedhur të jetë pjesë e politikës, bashkëshortja e tij dhe 2 fëmijët kanë preferuar të qëndrojnë jashtë saj dhe përparësi në jetë ato kanë fushën akademike.